Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes plot për zemërsi. Ju uroj një ditë me shumë bashkësi dhe me shumë realizime. Vlerësimi që ka marrë, duke u cilësuar si një ndër 10 zërat e medjes në një aktivitet të organizuar nga Albanian Women in Audiovision, e ka lançuar dashurinë dhe pasionin e saj, që nuk flas njëherë, por gjithmonë zhvillohet. Pasqyrimi i dinamikave të ditës, raportimi i lajmit, saktësimi i tij për gazetaren Emi Kalaja është një qasje e veçantë që ajo ka për Shkodrën, zonat përreth, për rrjedhët e ngjarjeve dhe problematikat e njerëzve. Nuk është thjesht një punë. Raportimi i së vërtetës edhe me shumë saktësi është një mision që ajo ka parasysh çdo ditë në ditën e saj. Emi Kalaja është një histori e një gruaje, e një nëne, e një profesioniste në botën e medias që e shkruan çdo ditë e curinë e saj. Ajo është e ftuara ime sot në Mirëmëngjes Shkodër. Shumë kënaqësi Marita, shumë faleminderit për ftesën. E vlerësoj shumë. Kam në studio Emi dhe dua t'ju përshëndes dhe t'ju uroj për vlerësimin që është bë. Ti dole siç ke thënë në një skenë dhe atëherë nuk ishte thjesht, nuk ishte raportimi një lajmi, një dinamike, një ecurie. Jo, ishte raportimi i shumë çkaje që ti ndjeje në ato momente. Nuk e di se çfarë ishte për ty natyrisht një vlerësim i tillë, një ngjarje, pse jo, në jetën tënde profesionale. Po, patjetër që vlerësimet, njohjet publike janë diçka që të gëzojnë, të emocionojnë dhe të bëjnë të reflektosh dhe të kuptosh që e gjithë përpjekja 13 vjeçare në fushën e gazetarisë, e cila nuk është një fushë e cila është pas sfida, ja ka vletur dhe kur bëhet një njohje publike ti e kupton që edhe po të kthehesh mbrapa nuk ke diçka çfarë të ndryshosh. Domethënë, modeli yt është pranuar në të përgjithshmen, në të parit të publikut, por edhe perceptimin që kanë bashkëpunëtorët e tuaj për ty. Dhe kjo sigurisht që të gëzon, por njëkohësisht edhe të vesh me përgjithësi, sepse atë natë unë isha me gjithë eksperiencën time, por gjithashtu edhe me gjithë emocionin tim, për të kuptuar fillimisht se a isha unë në vendin e duhur mes atyre gazetarëve me një histori aq të madhe. Pra, në një moment unë ndjeva edhe duke patur parasysh secila prej tyre kishte më shumë se 25 vite punë, ti detyrimisht nuk duhet të fluturosh, duhet të qëndrosh me këmbë në tokë dhe të sjellësh mesazhin, ta përçosh mesazhin tënd. Dhe ndryshe nga të gjitha, të cilat jetojnë në kryeqytet dhe aty e kanë shtruar veprimtarinë e tyre, unë isha e vetmja e cila vija nga një qytet tjetër përveç kryeqytetit. Pra, nga Shkodra, por nuk ishte asnjë nga rrethet e tjera dhe sigurisht atje zolla të përcjoj se çfarë është të jesh gazetare në një qytet si Shkodra. Sepse kjo ishte veçantia ime, po. Prandaj ishte shumë e veçantë. Natyrisht ishte për krah emrave të njohur të medias, gazetarëve, është diçka vlerësuese, por në fund të fundit ajo është pozicioni yt, ajo është e përditshme jote, ajo është hapi yt i dieshëm, hapi që bën përdit, sot, nesër, pas nesër, është një përgjegjësi, është një detyrë jote, apo jo? Patjetër, në fakt kur e mora para këtij aktiviteti i parapriu një ftesë veçantë e cila ishte në muajin tetor, që fliste për një udhtim drejt Beogradit, një takim ndërrajonal mes gazetarëve më të mirë të disa shteteve dhe unë së bashku me kolegen Alila Hoxha, gazetaren e mirënjohur të Kronikës, u zgjollëm për të përfaqësuar Shqipërinë. Pra, kishte një event paraprak, një njohje publike, një dalje për te kufive, i cili me sa duket edhe atje
pati impaktin e vetë, performanca mund të ishte në nivelin e duhur, por gjithashtu edhe angazhimi, sepse qëndrimi atje 3 ditë dhe kontakti në mënyrë të përditshëm me vendet të rajonit, me gazetar, koleg nga vendet e rajonit, sigurisht mund t'i ketë dhënë një stimul dhe një evidentim, sepse çdo gjë unë them që Merita, në jetë 50% është fat dhe 50% është aftësi. Domethënë nuk mund të them që unë ndjehem sot gazetarja më e mirë, po në një ndër gazetaret më të mira në Shqipëri, por sigurisht që ndihem shumë me fat që projektorët e njerëzve janë drejtuar sot tek unë. Kjo është gjë e bukur. Në fakt, njerëzit zgjedhin. Jo gjithmonë rruga e tyre është ajo që zgjedhin, por të zgjedhësh është një moment shumë decisiv. Nganjëherë ai të çon në drejtim të mrekullueshëm. Edhe profesioni është një nga zgjedhjet jo pa rëndësi në jetë. Ti zgjodhe gazetarin për bukurinë që t'jep, për mundësinë që t'jep, por edhe për sfidat. Patjetër. Ishe vedishme, apo jo? Po të tregoj historinë e gazetarisë, unë kam përfunduar studimet në gazetari dhe komunikim, kam qenë brezi i parë i cili ka përfunduar studimet në Shkodër, pra të parët të cilët jemi diplomuar për gazetari, dhe kujtoj ka qenë absolutisht një zgjedhje e imja. Mbaj mend që mamaja kishte parë një emision mëngjesi në televizionet lokale dhe më thotë është hapur gazetaria. Unë isha regjistruar paraprakisht në disa degë të tjera, pasi nuk ekzistonte si degë, dhe sapo dëgjova mundësinë, ju drejtova fakultetit me atë dosje ngati dhe kishte shumë njerëz. Atë shumë njerëz kishte ditë për të regjistruar. Dhe ndihesh keq kur she se sot ka pak njerëz që regjistrohen, po ishte një sfidë vërtet, sepse vetëm një ditë zgjasnin regjistrimet. Mbaj mend që kam dalë nga aty dhe jam drejtuar në kultin fetar më të afërt, e cila ishte kisha ortodokse. Unë vetë jam me besim musliman, po ndjeja se kisha nevojë për praninë e Zotit dhe jam lutur që të arrij të regjistrohem. Dhe sapo jam kthyer, e mbaj mend të ndjerën Lindita, sekretaren, që tha: "Ti vajza bjonde, më sill letrat." Para meje ishin me 10 të tjerë dhe thash, e gjitha, prandaj po them, është në qoftë se ka diçka që e kam dashur dhe e kam zgjedhur, është profesioni im, por jam edhe natyrë që besoj shumë tek zgjedhjet në jetë. Besoj që mund të ketë njerëz më fat se ne, mund të ketë njerëz më pak fat se sa ne, por është në dorën e tyre t'i zgjidhin dhe t'a zgjedhin. Edhe t'i ndryshojnë base sigurisht edhe fatet e tyre përmes zgjedhjeve të duhura, por duke ndjekur ëndrat e tyre. Faktikisht kjo zgjedhje nuk rezultoi pa sukses, sepse mes shumë atyre që janë regjistruar, jo të gjithë kanë përfunduar në atë çfarë kanë pasur atë frymëzim të parë. Dhe kjo mund të jetë deri diku edhe natyrshme. Ka shumë njerëz që studiojnë në një degë, por merren me diçka tjetër në jetë. Ty ajo zgjedhje të ka pulsuar në shpirt dhe në gjak, sepse e ke vazhduar dhe e vazhdon, kështu ka rezultuar. Po. Megjithatë, në rini çdo gjë është më e bukur, më ndremtare. Patjetër. Kur futesh në jetë, kur fut këmbët të ujë, në atë ujin e shiut. E kupton që gazetaria nuk është ajo e librave, po. Nuk është ajo e librave. Është vërtet shumë e bukur. Është shumë frymëzuese. Por është edhe sfiduese. Natyrisht kur gjendesh përballë dhe je jo më një studente, po je tashmë një dikush që të është besu një raportim, gjendesh përballë një situate të veçantë, ti besoj nuk mund t'i harrosh ato hapat e parë të cilët kanë pas edhe natyrshëm luhatjet e tyre. Patjetër. Si ka qenë fillimi?
unë kam qenë gjithmonë, siç thash, jam orientuar nga dëshira ime e brendshme dhe I kam besuar instiktit dhe vazhdoj ta bëj. Kur një ndjesia imja thot që ti duhet ta bësh pavarësisht kundërshtisë, unë gjej mundësinë për të jam këmbgulse patjetër. Dhe kam preferuar që ta përfundoj universitetin në kohë, që të mos angazhohem në punë, ta përfundoj, të marr diplomën dhe më pas të kërkoj që ta angazhohem në televizion, sepse e dija që angazhimi në televizion është shumë I madh dhe nuk do kisha mundësi të ndjekja me të njëjtën përkushtim, edhe shkollën edhe universitetin. Badje më duhet të them diçka që atë natë që isha në kryeqytet dhe kur dola në skenë, pash që aty kishte ardhur Enkas, pedagogja Valbona Karakaçi. E përshëndesi me cila shpërndau dhe lajmin e mirë dhe u ndjeva shumë mirë që një pedagoge imja e gazetarisë në një moment suksesi ka udhëtuar dhe ka qenë aty në rresht të parë duke Eduard Tokitur për mua. E vlerësoj jashtëzakonisht. Dhe kur përfundova studimet, shkova për të punuar, pra zgjodha një nga redaksi dhe zgjodha atë redaksi e cila mendoja unë aso kohë dhe vazhdoj e mendoj edhe sot që ka qenë zgjedhje e duhur, e cila kishte në përbërje gazetar me eksperiencë, pra që unë të kisha sërish ku të mësoja, sepse jam një udhëtare të themi e përmirësimit. E dua, e kërkoj dhe e sfidoj veten për të ditur gjithmonë më shumë, për të qenë gjithmonë më shumë e informuar dhe nuk humbas asnjë network, asnjë workshop, asnjë trajnim I cili I përgjigjet, po themi, interesit tim për profesionin. Dhe kur shkova atje më thanë do të bësh lajme, do të bësh një emision dhe unë një instinkt I brendshëm sërish më tha terrenin. Dhe zgjodha terrenin, madje kur fola aso kohë me të fejuarin tim në telefon dhe thot si të shkoj, qa vendoset terrenin, po pse terrenin është shumë I vështirë. Kështu ma tha zemra. Dhe kështu ndolli e gjitha, domethënë në një bisedë krejt spontane. Ka patur vështirësitë e veta, duhet të tregojmë shumë e sinqert që aso kohë nuk e dija ku ishin institucionet, nuk e dija kush ishin drejtorët, nuk e dija si mbahej mikrofoni. Duhet të tregojmë shumë e sinqert që ka qenë një sfidë e përditshme, por që kam pasur shumë dëshirë për të mësuar dhe në çdo ditë kam shkuar pranë kolegëve dhe I kam pyetur dhe për herë më thonin ti do gazetarinë e zgjidhje, sepse I thoja, okay, është kjo problematike, kam bërë, po si zgjidhet kjo? Ma gjej kush e zgjidh, sepse edhe sot akoma kam mendimin që gazetaria nuk është vetëm të shpërfaqë problematikat, por edhe ti të gjej një rrugë zgjidhje, ta orientoj deri zgjidhjes dhe kjo ka qenë ajo që në të cilën kam këmbgulur. Nuk ka qenë e thjesht, por ka qenë shumë e bukur. E kujtoj me shumë nostalgji ato sfidat e para, atë Emin e cila nuk ishte mbase shumë e vëmendshme, por ishte shumë apasionuar në çdo gjë që bënte. Besoj këtë sepse pasioni, këmbgulja, edhe ajo arma jote që ke që gjithmonë të mësosh diçka të re, një dinamik të re, është një mbështetje shumë e madhe për me ecë në vazhdimsi. Edhe atë natë kur u vlerësova, besoj kur ke shku në shtëpi, ke pas momentin për të vënë kokën një stek dhe për t'i lidhë këto dy epoka, nga ajo Emi e parë që vendose, ashtu si që vendosë rinia, po marë terrenin. Dhe kjo Emi që ka punu, pa e ditë ndoshta se dikush e vëzhgon, e vlerëson, e evidenton, dhe arrin një stat të caktuar, sepse rruga vazhdon përsëri. Patjetër. Si është për ty kjo hapësirë? Kjo hapësirë sepse unë në fillim thash Emi Kalaja është një histori. Po, që shkruhet çdo ditë. Në fakt Merita ndodh diçka që kur, domethënë, ditët janë të gjata, vitet janë të shkurtra. Domethënë, ti e kupton që gjatë një dite je ngarkuar, je emocionuar, ke luftuar, je përballur edhe me ato jot dhe sërish ke këmbgulur dhe megjithatë kur kthehesh mbrapa, prandaj thash ditët të gjata, vitet të shkurtra, thua se okay,
nuk ka ndodhur asgjë, domethënë nuk i harron të gjitha ato vështirësi sepse ti po kthehesh në versionin që ke dëshiruar të jesh. Pra, po korr atë suksesin e punës. Kur shkova në shtëpi, atë natë, të them të drejtën, mora djalin e vogël sepse po flinte me gjyshërit dhe ai përçafimi i tij pa vetdije sikur më mbushi dhe vetëm në atë moment arrita të çaj dhe të gëzohem sepse sikur e mban edhe atë emocionin po djali mashallah dhe faleminderit shumë 2 vjeç e gjysëm po ke edhe të madhin po kam edhe tjetrin 14 vjeç ai është tashmë shok ja këtu ka qenë skena ditë po ka qenë patjetër që ka qenë i vogli kishim me dyshen që nuk do qëndronte sepse kishte edhe kozgjatjen e vet programacioni, por i madhi sigurisht që biles ai është futbollist dhe shumë i pasionuar, po për atë ditë tha, mami tha nuk do shkoj, tha, kam marrë leje, tha dhe do vite je me ty. Dhe kur thot ai mirë, domethënë se e pyeta mirë, kur thot ai mirë, do dalemi në këtë pikë sepse është një baraspes shumë e madhe, e gjitha kjo është balancë. Shumë e vështirë është. Emi, gjatë kësaj periudha, natyrisht tematikat kanë qenë të ndryshme, dinamika të forta, sepse terreni ka pikrisht këtë. Megjithatë, ka disa gjëra që përveç këtij ritmi mbesin shumë. Ne nuk dëshirojmë që ato të ngjasin, por ngjasin. Dhe një gazetar duhet t'i raportojë ato. Besoj se ke ndonjë gjë që nuk të shqitet nga mendja, që nuk do të dëshiroje ta jepje një lajm të tillë ose një panoramë të tillë. Po, në fakt ka ndodhur rishtas një gjë e tillë se cila mbaj mend që kam bërë edhe një status e cila kam qenë pothuajse në dorëzim të themi edhe gjatë raportimit dhe ka qenë ngjarja pikërisht ku nëna u mbyt me 3 fëmijët e saj dhe një pyetje nga studioja nuk mund ta dhe e kuptuan dhe u tërhoqën nga studioja ishte pyetje si ka ndodhur që i ka marrë fëmijë, çfarë mund të ketë menduar nëna në atë moment që ka shtyrë fëmijët në ujërat e lumit puna. Dhe vetëm ai përfiturim që më vinte mua në mendje, kisha shumë të vështirë të nxjerrja fjalët dhe të mbaja lotën. Dhe nga studia u kuptua dhe tha gazetarja që e kuptoi, tha. E kuptoi vështirësinë, prandaj vazhdoj me hetimet dhe u mbyll, por nuk ka qenë një lajm që si nën e kam përjetuar dhe vazhdoj ta përjetoj akoma sot, po edhe si grua që nuk arritëm të mbronim së paku ato fëmijë dhe ti nuk e di kur se kush ka nevojë dhe kush është në fije të perit, në fije të akufirit të logjikës, varet jeta atyre dhe e mbart me vete, por sigurisht kanë pasur, kjo ka qenë besoj edhe për gjithë komunitetin shkodran, një ndër ngjarjet më të alogjike, më të mërshme ta përfiturosh, ta imagjinosh jashtë linjës logjike. Megjithatë kem patur edhe ngjarje të tjera siç kanë qenë ekzekutime, por kemi patur raste të drameve sociale, unë vetë kam raportuar dhe nuk e harroj edhe nga Durrësi në momentet e para që ra tërmeti dhe kam parë njerëz që kishin humbur gjithçka, përveç besimit për të gjetur të dashurit e tyre në rronoja. Dhe ajo qetësia, ndërkohë që trupat e mbrojtjes civile, un kam qenë në afërsi të trupave të mbrojtjes civile turke, kërkonin që të mbahin një qetësi për të dalluar dhe shuar dhe dëgjuar çdo lloj gjurme që vinte nga nën toka. Mund të ishin 2000 persona aty, por qetësia ishte qetësi varri, domethënë, kaq ishin të gjithë në lutje, pa zë dhe në shpresë për të dëgjuar. Dhe këto janë ndjesi që të jep, sepse je aty, sepse ti duhet të raportosh, duhet edhe të kuptosh. Dhe ta imagjinosh edhe të futesh në botën e tyre. Ka patur shumë ngjarje të cilat janë mbuluar sa ndonjëherë them
mbase ishte dashur të mbaja një arkiv timen personale që kur nuk e kam bërë, nuk jam shumë sistematike të them të drejtën, dhe nuk ja kam qefin vetes, po shqyr lajmi mirë është që po na ndihmon YouTube-i, Facebook-u, po na i mban ai materialet, sepse shumë gjëra kanë shkuar, të themi janë bërë, janë transmetuar, por më pas nuk është se i kam, por gjithsesi besoj që ka qenë një punë e ditë përditshme, si ashtu e gjithë kolegëve të mi, e kam pasur fatin të kem kolegë të mrekullueshëm, të cilët nuk jam ndjerë kur vetëm. Jemi si një komunitet, pra duke patur kolegë, sepse veçanërisht kur punon në media lokale, ti e fillon ditën në orën 8-9 dhe e mbaj mend që nuk shihej ora. Nuk ishim rini e kalkuluar aso kohë, sot i shoh dhe më pëlqen që janë më të kalkuluar. Pra, me kushtet e punës, në aso kohë kur kam filluar unë punë, nuk shihej fare koha, as ora, as momenti. Po kjo është pasioni. Po pasioni. Po kjo është profesionalizmi që rritet pa e ndjerë. Ti bërë si familje, pra ndan bukën, ndan momentet, ndan gëzimet, sepse do të thënë del me dritë e ikën me rësirë në shtëpi dhe e kupton që kthehesh në një komunitet dhe gazetarët dhe kolegët i kanë patur të mrekullueshëm, kanë qenë për herë një dorë e shtrirë dhe janë dhe funksionojmë në, domethënë, përveç sepse kjo puna gazetarit është në nivele të larta stresi, se që e thash edhe gjatë prezantimit tim. Unë jam këtu mirë e bukur, por ndra që pash ishte që gjatë kohës së prezantimit do kisha një telefonat që ka ndodhur një ngjarje në Shkodër dhe hap kamerën dhe di live, sepse tashmë e mbaj mend kur pikërisht te Radio Shkodra dërgonim kasetat për në kryeqytet për ti, ose shkonim në qendra interneti, kishte një cirk, po themi sfilitës për të dërguar materialet. Por ngjarja priste. Kurse tani është një sfidë tjetër, që gjërat janë bërë shumë të thjeshta përmes teknologjisë, por është sfida e lajmit të fundit, i cili është secili prej edhe një qytetar i thjesht mund të bëhet raporter. Ndaj ti duhet të jesh gjithmonë aty në vendin e ngjarjes, ke këtë presionin e kohës, pra dikur ka qenë më sfilitëse, por sot është më anksiose, më sfiduese, të kushton edhe atë qetësinë tënde mendore, sepse ti duhet të jesh për herë aty ku ngjarja ndodh dhe mundësisht të jesh direkt me kamera në ku jemi me disa kolegë. Në fakt janë shumë ngjarje. Edhe nëse do të shfletojmë të gjitha, s'është gjë tjetër vetëm ecuria e komunitetit, ngjarjet. Ka ndodhur që të jesh përfshirë aq shumë sa që edhe ka rënduar shumë shpirtin tënd. Në fakt pothuajse tek mua ndodh ndonjëherë. Po, edhe jo krejt rrallë. Në fakt me kalimin e kohës ti e kupton që fillon të mendosh si një, të themi, si një gjë e ngurtë, e sheh si raportim tëndin, ke një lloj distance dhe të rrini me këtë të përgatit, të forcon, sepse ti je aty ku ngjarja ndodh dhe të qëllon të numërosh viktimat, të qëllon të shohësh përplasje fizike, protesta, të dhunshme, pra ti dashje pa dashje forcohesh dhe e sheh ngjarjen si thjesht një lajm. Ka qenë shumë më e vështirë më përpara, por edhe ky forcim nuk është se ja vlerësoj vetes. Ndodhi një ngjarje para pak 2 muajsh në Shkodër dhe pati një masakër, dhe kur shkova të pi kafen aty fare pranë, mësova që kamarjeri ishte larguar nga vendi i punës, pra lokali ngjitur, sepse thjesht kishte kaluar dhe kishte përsuar tronditje. Dhe në moment reflektova për veten dhe thash, unë isha aty, numëroja viktimat të plagosurit dhe ndërkohë raportoja live dhe ato persona dhe i njihja.
ndërkohë që kamarieri vetëm i një lokali tjetër, pra 50 metër, kaloi një tronditje psikologjike, a është ai i dobët apo jam unë gur. Domethënë, fillon njeriu dhe kupton që mbase ne gazetari e ka raportimin nga vendxarja, pastaj hulumtimin për hetimet, për faktet, për kapjen e autorit dhe këto, dhe të merr ai vrulli se nesër është një ngjarje tjetër. Edhe e kuptoj, por të them të vërtetën, përveç ngjarjeve sociale, pra gratë e divorcuara, të cilat unë e kam shumë për zemër, çështje gjinore, nëna të sprovuara, fëmijë të themi në institucione të cilët kërkojnë një përkujdesje nga gjithë ne, janë ato pika ime e dobët. Kurse sa i takon ngjarjeve të kronikës, më duket sikur jam forcuar edhe fakti që Shkodra është si një pjatë që ka shumë përbërës, domethënë ke shumë nga gjitha dhe për të dalë mirë duhet edhe kemi shumë. Kjo përbërje. Sepse shumë na ka ënda të kemi ato gjellët e mira, gjanat e bukura, gjanat që nuk janë thjesht të bukura sepse ata kanë qëndruar në karrige dhe i kanë ardhur këto gjanat bukura. Jo, këto gjanat bukura kanë ardhur si rezultati një pune, e një përpjekje, një sfide që ata kanë. Natyrisht edhe kjo është pjesë e jonë, apo jo? Po. Si ndihesh, jo vetëm si ndihesh, po a mund të më thuash diçka shumë të bukur, them, që vërtet e ke ndjer deri në majën e flokut që të ka qesh për diçka të mrekullueshme që ti ke raportuar ose ke realizuar? Në fakt, unë jam si person, jam lokaliste, jam prej atyre që kur e shoh kalan, që kur vi nga larg dhe shoh kalan e Shkodrës, kam një emocion në zemër. Besoj se ka dhe të tjerë dhe ma kanë shprehur, domethënë që mund udhëtimet janë terapeutike, në gjithë një jemi mirë, por e ndjen që je në shtëpinë tënde. Dhe Shkodra është fiks shtëpia ime dhe siç thash ka shumë përbërës që e bëjnë të shishme të idhët. Megjithatë të jesh e arrirë në Shkodër, do disa doza shumë të mira, sepse Shkodra ka i shquan profesionistët, ka një dozë kriticizmi me lezet, si që themi ne, ka pritshmëri të larta, sepse duhet parë, domethënë, kush ka qenë para teje, emra të mëdhenj, kontribute, njerëz shumë të apasionuar, sepse Shkodra ka histori në gjithçka, qoftë edhe në radio, qoftë edhe në televizion. Ju jeni një shembull që vazhdoni dhe kontriboni prej vitesh dhe unë them që mund të ishit një ndër zërat më të mirë të Shqipërisë dhe e besoj këtë. Pra, ty faleminderit dhe me shumë të tjerë, siç thash, ti mbart në supë atë përgjegjësinë edhe që të shohin ty, të vlerësojnë, por gjithashtu përgjegjësi. Po, ka një panoramë Shkodra ta jep shumë. Megjithatë unë kam pasur shumë lajme, po lajmet kryesisht nuk janë pozitive. Ato që mbesin nuk janë shumë pozitive dhe është keq ta thuash, po edhe në vetë median shumë kërkojnë mediat qendrore këtë lajmin e fundit, aktualiteti. Okej, ka histori njerëzore, mund të jenë histori të bukur. Po, mund të jenë histori njerëzore dhe gjitha unë ka shumë të rinj. Sidomos të rinjt mua më frymëzojnë shumë. Ata që ka përcejnë kufit e qytetit, të vendit, të shtetit dhe dalin diku. Në sipërfaqe, po. Është një lajm nga njës, do të thoja. Po, por në qoftë se paralelisht ka një vrasje në qytet, lajmi i parë do të jetë gjithmonë. Dhe kjo, megjithatë, kur them gjëra që kam bërë për shpirtin tim, kam bërë një program Rozafat për femrat model të qytetit të Shkodrës, ka qenë në formatin e një podcasti para se kjo podcastet të shpërndaheshin kaq shumë, ka qenë me pyetje përgjigje, por jo për punën, për shpirtin. Dhe ka qenë një seri programesh, të paktën 3 sezone, të cilat unë njoha gra të cilat i njihja për kontributin e tyre në shoqëri, por i bëra edhe mike për shpirtin dhe besoj që përzgjedhja e tyre, por që
kisha patur dëshirë ta kisha vazhduar. Megjithatë u shkputa nga media lokale dhe mbase një ditë në një hapësirë tjetër, mbase edhe totalisht timen, sepse më ka dhënë shumë kënaqësi që të zbuloj, siç thash më herët, unë mendoj që gjithmonë jam frymëzuar nga gratë, sepse jam e bindur që rruga e tyre është pak më e vështirë. E vërtet. Është më e vështirë. Emi, të zbulosh të vërtetën edhe të jesh e sakt, është të investigosh. Të mos qëndrosh mbi sipërfaqe, por të shkosh underground. Kjo është sa e vështirë, edhe e bukur, por kërkon një angazhim të veçantë. Të pëlqen investigimi? Po, në fakt më ka pëlqyer për herë. Domethënë je edhe në disa rrjete, Po, jam bashkëpunëtore në rrjetin e gazetarëve ballkanik të investigimit, ndërkohë që nga ana tjetër jam bashkëpunëtore në organizata të cilat merren pikërisht me fact-checking apo faktimin e lajmeve që shpërndahen, dhe ne duhet të pranojmë që kemi disinformim për të kuptuar çfarë është e vërtetë, çfarë është e gënjeshtër apo gjysmë e vërtetë, sepse ka shumë gjysmë të vërteta që na shiten. Dhe kjo metodologji, qoftë edhe analizave të thelluara dhe investigimit, por qoftë edhe fact-checking, të cilën unë jam trajnuar për disa kohë nga të gjithë këto komponent dhe gazetarë të mirë njohur, të cilët vinë nga jashtë, ekspert të fushave, qoftë të investigimit, po qoftë shumë e rëndësishme, sidomos në pozicionin tënd, i cili ka kronikën, ka lajmin, ka dinamikën. Dhe kam kuptuar që ne shohim disa gjëra në sipërfaqe, sigurisht duhet të jesh i vëmendshëm për t'i parë në sipërfaqe, por që besoj që me një sy të mirë dhe të stërvitur gazetares ka rrinë, dokumentet janë ato që janë shumë të rëndësishme. Në qoftë se ti kërkon për dokumenta. Dhe në praktikën të paktën 7-8 vjeçare derisa kam filluar, nuk e kishim këtë të kërkesave për informacion, të burimeve të tjera, të kërkimit të çdo burimi, ballafaqimit të tyre. Dhe tani kjo metodologji më ka ndihmuar shumë në punën time. Unë kam bërë disa investigime, disa analizat të thelluara, të cilat kanë patur suksesin e tyre, janë transmetuar në disa gjuhë të botës, kanë gjetur hapësirë në media, në të gjitha mediat në Shqipëri, pra janë shpërndar, por gjithashtu, siç thash, janë përkthyer dhe servir edhe për shtetet e tjera si informacion. Kjo është një kënaqësi me vete, pavarësisht se gazetaria investigative këtu nuk është se, të themi, në lokalitet apo në Shqipëri, nuk është se ka një hapësirë shumë të madhe për të, domethënë, përveç agjencisë ballkanike, nuk kanë edhe hapësirat mediatike ngushtohen për gazetarët investigativ, sepse patjetër që të qëllon me pas një ballafaqim mes pushtetit, mes biznesit dhe shumë pak pronar media sheduar këtë. Që ne punojmë në atë pellgun tonë. Por e rëndësishme është që ti hedh vështrimin. Patjetër. Edhe shikon ta dish ta bësh, domethënë në një moment e gjen shumë kante. Sepse Merita ka qenë favori i madh për mua, se edhe kur u prezantova në atë takim thanë drejtuesi që një gazetar i keq është ai që s'do të mësoj, dhe emi që në vitin 2016 kur më mbanin ato mend drejtuesit e kësaj organizate, kemi hasur kudo për të mësuar, për të kuptuar dhe gjitha. Por e rëndësishme është që ti të dish ta bësh, se pastaj hapësirat gjenden. Dhe bashkëpunimi që kam patur në vite me organizata të financuara nga ambasadat e huaja, nga Bashkimi Evropian, të cilat nuk janë të varura, të themi, ekonomikisht, por kanë fondet e tyre, i krijojnë shumë hapësirë një gazetarie cilësore. Dhe kjo më ka ndihmuar, sepse nuk ka patur një telefonat mbrapa për të thënë që mos e transmeton atë lajm. Dhe kjo ka qenë shumë e rëndësishme, dhe jam sfiduar dhe jam përpjekur gjithmonë të gjej disa kanale. Ti kem disa kanale të hapura që në momentet që unë kam një produkt dhe dua
ta shes në thojza, t'ja ofroj publikut këtë të vërtet, ta kemi një kanal ku ta. Shumë gjë e bukur. Kjo do të thotë që e gjithë qenia, të gjitha qelizat janë me drita jeshile, me pak humor, po në shumë të vërteta. Jemi në alert gjithmonë, po. Nga mëngjesi në darkë. Po. Ka diçka që njeriu e ndjen, por është edhe një peshë shumë e rëndësishme. Po. Ti më the, kur u vlerësova dhe mbrita në shtëpi, shkova për qafova djalin. Sa më përfshin ky moment. Është moment shumë i bukur. Nuk është thjesht për t'u parë si film, është për t'u ndjerë si nanë, si njeri. Po. Është ajo përgjegjësi që njeriu, gruaja, nana, mund ta bëjë edhe dikush tjetër. Po nana ka atë cilësinë që ja ka falë Zoti. Është ajo fija e padukshme që në fillim është e dukshme në barkun tonë, pastaj mbet një fije që bashkon zemrat. Edhe gruaja është familja, kur hap derën. Po. Shikon, është gruaja, edhe kur vjen bashorti, kërkon emrin tënd. Po, patjetër. Sidomos në një shtëpi me çuna. Gruaja. Kështu që është një baraspesh. E gjitha kjo kërkon shumë balanca, kërkon balanca. Tani jam pjekur mbas edhe me moshën dhe me formimin. Ti je një grua e re. Jam shumë e re, por nuk e mbaj mend veten kështu në fillimet e mia dhe me djalin transformohet, pjeket, formohet karakteri, kupton se cilat janë ato prioritete, i ndan prioritetet. Dhe me të voglin kam qenë shumë e vëmendshme, shumë e përkushtuar, domethënë, edhe pse gjatë muajit të fundit të shtatzanis kam qenë në proces zgjedhor, megjithatë është ajo ndjesia që ti je më e pjekur. Kurse me djalin e madh duhet thënë që ishte edhe një foto me të, ai tani është me të njëjtën gjatësi sa unë, është edhe me të njëjtën gjatësi sa unë, dhe duket sikur kam shumë, ndihem shumë në borxh me të, sepse e kam marrë me vete kudo, dhe mbaj mend kur ishte i vogël, i thoja, e thash edhe në takim, i thoja, mami, do shkojmë të bëjmë, është një film, po xhirohet një film, ka polici, ka ambulanca, ka aktor. Ndërkohë ishte një vrasje. Po, ndërkohë ishte një vrasje. Dhe me kohën, domethënë, e kam marrë në përmbytje me vete, qëndronte me ushtarët në barka dhe megjithatë gjithmonë kemi qenë si shok. Ky është raporti im me të. Ka që ndërton njeriu me shembull. Me gazetarët, në raste, unë e marr shumë në raste ku ka nevojë për ndihmë, që ta shoh një realitet tjetër që nuk e ka në familjen e vet. E marr me vete dhe i them hape pak atë frigoriferin, se kanë vetëm ujë brenda, që ta kuptosh. Dhe aq i vogël sa ishte, domethënë gjithmonë si duket bashorti të ka ndihmuar, të ka kuptuar gjithmonë. Po. Se për ndryshe s'do të kishe qenë aq e përfshirë në gjithë ecurinë. Po, nuk i bëra madje një koment se kishte shkruar diku edhe ai, dhe i thash faleminderit që nuk u lolle kur me mua, dhe në fakt nuk është lollur asnjëherë. Me ka vlerësuar, e kemi mbajtur njëri tjetrin, dhe si ta them, për çdo gjë që kam dashur të bëj, edhe kur e diskutoj edhe me miket e mia, vi si bashorti, nuk është ai tipi që thot mos e bëj as bëje. Domethënë, sa herë që kisha një diskutim për një punë të re, për një mundësi të re, e diskutoja me të dhe i thoja, si mendon ti? Bëj si të duash. Bëj si ta mendosh. Dhe gjithmonë, po gjithmonë kur u ktheja mbrapa thoshte që sikur të kisha thënë bëje se them unë, do kisha thënë në një moment që nga që më the ti më shkoj kështu, apo mos e bëj se, domethënë, më ka thënë thjesht bëj si të duash, më ka lënë autoritet të plot për të vepruar, dhe kjo më ka dhënë shumë besim dhe e kam mikun më të mirë, të them të vërtetën, domethënë kemi një marrëdhënie si shok, kemi rritur bashkë, kemi njohur shumë të rinj. Unë kam qenë vetëm 18 vjeç, ai vetëm 20 vjeç. Pra kanë kaluar 2 dekada bashkë dhe të dy jemi rritur edhe Visi gjithashtu punon në media, është operator, dhe mbase
vitet e fundit kemi qenë edhe më afër me njëri tjetrin sepse punojmë edhe së bashku dhe kjo ka bërë që ta kuptoj, ta shoh nga terreni punën time. E vërtet. Ta shoh vetë punën time. Natyrisht një grua mund të jetë gjithmonë e lodhur. Sepse ka shumë përgjegjësi, ka shumë mendim, ka shumë projekte. Po i quaj projekt planin që ndërton në mendje. Është shpërndar por edhe përqendruar njëkohësisht. Janë dy ndjesi që duhet të lozin me njëra tjetrën. Fillon dita shumë herët për ty. Jo, me gjumi nuk I kam punën. Dhe më thënë, të admiroj ty që qohesh çdo mëngjes dhe me gjumin, unë jam zogu I natës, qëndroj shumë duke lexuar, duke qenë se ditën, besoj që kjo është balanca ime, sepse ditën e kam shumë të ngarkuar. Dhe kur kthehem në shtëpi, pastaj kam ngarkesën tjetër që ajo kohë që dua të kaloj me fëmijët të jetë cilësore. Unë nuk shkoj në shtëpi për të sistemuar, shkoj dhe I them ku do shkojmë sot, çfarë do bëjmë ndonjë muhabet, ham ca fara bashkë me fëmijët. Domethënë dua ta shijoj dhe kjo ka qenë për këtë s'kam bërë kompromis asnjëherë. 2 orë, 3 orë dua t'ja dedikoj fëmijëve. Ti qëndroj mbi kokë të bisedojmë, të dal çdo ditë me ta, edhe pastaj më mbet shumë pak kohë për të kuptuar, për të mësuar për ditën e nesme, për të elaboruar çfarë ka ndodhur sot dhe filloj edhe lexoj. Kohët e fundit lexoj shumë, shoh shumë blog, mentorime dhe më kap e vona, kështu që zakonisht në orën 8 jam me dal, po jo më herët se sa ora 8. Do doja ta ndryshoja këtë praktik, por nuk kam arritur sepse të thash që për shkak edhe të ritmit që ka. Është me re apo me diell? Dita është një ylber për ty. Po, në fakt unë përpiqem gjithmonë të shoh gjërat pozitive, ylber ngjyrash. Edhe unë ta buroj këtë. Sepse nëse në bazën e një veprimtarie qëndron dashuria dhe pasioni, unë mendoj se janë armët më të forta për të ndërtuar një të sotme, pse jo edhe një të nesërme. Kjo është një rrugë shumë e bukur, por jo pas sfida. Kjo është një rrugë që ai që të shef thot sa komode, por ndërkohë është edhe me shpinën e lodhur. E gjitha kjo është, po kjo është bukuria e jetës. Apo jo? Po nuk kemi kohë për të kursyer energji. Domethënë gjithmonë I them edhe bashortit, edhe miqve, sepse është e ideja pusho, je shumë multitasking, po bën shumë gjëra një herësh, po mban disa biznese, po mban disa punë. Dhe kështu I them, nuk kemi kohë për të kursyer energji, nuk dihet se çfarë sjellë nesërmja. Kështu që jetoj e ditën dhe unë mendoj që ka njeriu, domethënë, duhet ta shfrytëzoj, është si lëmsh energjie që sa më shumë të harxhosh, aq më shumë prodhon. Dhe kështu që e besoj dhe e kam provuar në një mjedis, ta thash pa filluar emisionin që profesioni që kam zgjedhur, besoj pavarësisht se siç thash ishte thjesht një ëndër që unë I shkova, por më përshtatet shumë natyrës sime, sepse gjithçka është edhe me unin e brendshëm. Unë po të kisha një rutinë të përcaktuar, do ndihesha e sfilitur, domethënë. Është pikërisht te ky ritmi që ka një nivel më të lartë krijtarie, ridimensionon, ti e kupton veten se si kishe reaguar në situata të ndryshme, edhe atëherë kur nuk të del koha, edhe atëherë kur të ndodh një e papritur, dhe arrin ta menaxhosh ti sërish të ktheni në konfidencë për veten se thua e menaxhova unë atë situatën. Dikush tjetër s'do e menaxhon. Kjo është ritmika. Kjo është ajo që është vlerësuar. Një nga zërat më të veçantë të medias. Për mua ishte një energji e mrekullueshme, një frymëzim I jashtëzakonshëm. Besoj edhe për ata që të ndoqën, pavarësisht nga profesioni, njeriu duhet ta doj atë çfarë bën dhe të kontriboj për ta. Të falenderoj shumë për këto mesazhe të bukura dhe për këtë libër që ti e shkruan çdo ditë, Emi, me pasionin, me përkushtimin, me sfidat tuaja. Faleminderit shumë. Urimet më të mira për vlerësimin që ke marrë, e natyrisht
e di që nuk punon për vlerësime, por kur dikush të vlerëson, Ndihesh mirë, patjetër. Ndihesh mirë, sepse kjo është njerëzore. Ndihesh mirë dhe do doja që gjithmonë e shpërndaj pozitivitetin edhe tek njerëzit të cilët bëjnë diçka më mirë apo përpiqen për herë t'ja them fjalën e mirë, sepse inkurajimi, fjala e mirë janë të nevojshme, ndikon shumë dhe të falenderoj nga zemra dhe për ndikimin dhe dashamirësinë që tregove që në krye të herës, qoftë përmes kësaj ftese, por qoftë edhe përmes telefonatës. E vlerësoj shumë. Ndërsa unë ndjehem shumë e kënaqur që sot me mua në Mirëmëngjes Shkodër ishte gazetarja, një nga zërat e bukur të medias audiovizive, Emi Kalaja. Faleminderit shumë, Emi. Faleminderit. Mbarësi dhe suksese gjithmonë. Faleminderit edhe për juve.